Autizmi është një çrregullim neurozhvillimor i cili ka disa element kryesor që po mundohemi që çdo ditë t'i shpjegojmë e që të mos keq kuptohen edhe mos ndërlidhen me diagnoza tjera. Element kryesor të autizmit janë çrregullimi në komunikim apo vonesë në komunikim, e tek disa raste edhe komunikimi verbal mungon totalisht. Element tjetër janë stereotipet cilët personat me autizëm i shfaqin, janë pjesa ku fëmijët shfaqin lëvizje të përsërituna e që është një ndër element kryesor të autizmit. E gjithashtu element tjetër është tërheqja sociale, ku fëmijët me autizëm apo edhe personat e rritun normal ndikon si këto element shfaqen të personat me rritun e si shfaqen të fëmijët. Për shembull, fëmijët kanë qef me lujt vetë, lodrat i përdorin me një formë pak më ndryshe, e gjejnë një lojë që ju përshtatet atyre, e jo në formën si që në dizajnu lodrat, gjithmonë kjo lojë mundohet me u bë vetë. Të rritunt është pak më ndryshe, kanë stres më shumë kur janë të rrethuar me persona të tjerë, edhe pse ndoshta pjesën ku me qenë vetëm e kanë kalu, domethënë pjesën ku dëshirojnë me qenë vetëm, e kanë kalu mirë, po prapë është ai stresi, ankthi sociale, këto gjëra që i shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Diagnoza ndoshta nuk kish me qenë përshkrimi ideal i identifikimit hershëm, për shkak që për me diagnostiku një fëmijë me autizëm, fëmija duhet të jetë mbi moshën 3 vjet, rreth moshës 3 vjet është koha ku nëse këto element cilët i përmenda janë shumë të theksuar, edhe niveli i autizmit është pequj ashtu pak ma i theksuar nëse ma i ranë, po, është e mundshme, po nëse niveli është shumë i ulët edhe këto element janë shumë zbet, atëherë diagnoza duhet vihet mbas moshës 5 vjeçare. Ndërsa shenjat e para të autizmit mund t'i vëjmë edhe para moshës 1 vjeçare. Për shembull, një bebe pequj, para moshës 1 vjeçare duhet me reagu në zanin e prindve vet, me pas kontakt me sy, me tentu me imitu gjana që i bën prindi gjatë një loje interaktive, e gjitha këto mungojnë të një fëmijë, një bebe me autizëm. Kjo lidhet edhe me shkakun, po dal me njëherë pa m'pyet të shkaku, i cili ala nuk është vërtetu. Shkaku i autizmit është gjenetik edhe faktorët ambiental janë 2 gjana që ndikojnë mas shumë të në shfaqjen e autizmit, mirë po asnjëna prej tyre nuk është vërtetu. Nëse kthehem te smundjet, po duna me theksu që autizmi nuk është smundje, edhe kur një çrregullimi i caktohet edhe shkaku është shumë më i lehtë trajtimi për shkak që ose shumë më i lehtë trajtimi për shkak që për krahasoj me sindromën Down, është një çrregullim gjenetik ku si pasojë e një grupi gjenetik, një grupi gjenetik vrehet edhe para lindjes sindroma Down, e te autizmi nuk ndodhe njëjta. Se një person është rrit, ka fillu me punu, është i pavarur, ka kriju familje dhe ka marrë vesh diku rreth moshës 35 vjeçare që ton jetën e ka pas autizmin. Kjo na lejon me kuptu që autizmi nuk shfaqet te secili person njëjtë, na lejon me kuptu që autizmi është një sfidë ndoshta, që ma shumë një sfidë për shoqërinë tonë se sa për personin që ka autizmin. Shoqënia jonë është tu i rrit sfidat e personave me autizëm. Pse po them këto? Për shkak që nuk e kuptojnë se çka është autizmi, nuk e përkrajnë një person me autizëm, po ndërlidhna me pyetjen që ma bone, një person i rritur me autizëm, nëse nuk i ka vrejt simptomat, nëse nuk i ka vrejt në kalunen elementet, pas ka qenë i pranuar në shoqëni edhe ato element kanë qenë shumë zvet. Po çka nëse këto element janë ma të rritën ose ma të theksuar?
Një person me autizëm nuk pranohet në shoqëni, nuk inkuadrohet në rrjetin e punës. Këto janë sfidat kryesore, që me një kohë të cilën jemi të jetu, është shumë, ka ardhur një kohë shumë vonë që mi të i kalu këto sfida që jemi dashtë mi kalu shumë ama ti. Na mundohemi që mi shfrytëzu zonin tonë, mi shfrytëzu përvojën tonë që mi transmetu të shoqënia që autizmi nuk është një diçka që i bën këtë personat me qenë të njëjtë. Asnjë person me autizëm nuk është i njëjtë me tjetrin, qysh edhe na që nuk e kemi autizmin, nuk jemi të njëjtë me një tjetrin. Përvoja në të kalunën ka ra me taku fëmijë të cilët kanë fillu mu trajtu shumë vonë. Kanë fillu mu trajtu në moshën 10 vjeçare ta zojmë, dhe ti lindin ndryshimet automatikisht sepse nuk u trajtu deri tash. Dhe këto stigmatizma, këto probleme kanë qenë evidente shumë a shumë të kalunën, e që jemi falëndërues që sot nuk janë në masë të madhe, janë zbesh shumë, mirë po unë inkurajoj gjithë familjarët, gjithë prindërit që dyshojnë që fëmija i tyre ka autizëm, ose vejnë një element autizmit që mos ngurojnë. Shoqënia është të përmirësuar në këtë aspekt, edhe këto paragjykimet kanë fillu që me u zbe. Gjithashtu i inkurajoj që me trajtu fëmijët e tyre, për shkak që sa më herë që një person fillon trajtohet, suksesi ka me qenë shumë më i madh, për shkak që truni i një fëmije pranon informacionin në mënyrë të hapshme deri në moshën 5 vjeçare. Prej moshës 5 vjeçare kjo vazhdon, po ai hovi i madh fillon që me ngushtu ajo pjesa që një fëmijë me pranu informacione, ato sjelljet e papërshtatshme, shprehit e këqija, veç se kanë fillu me u pjek e jo me u kriju. Gjithsesi roli i logopedit nuk ndryshon të fëmijët me autizëm edhe të persona tjerë që nuk kanë autizëm. Roli i logopedit është që me nxit një komunikim, çfarë do të jetë ai. Nuk do të thotë gjithmonë komunikimi verbal, për shkak që ka persona që elementet i kanë shumë të theksuna dhe komunikimi verbal është i vështirë mu arrit ndoshta. Për çato për shprehjen këtë formë që me nxit një lloj komunikimit. Po gjithsesi ka dhe objektiva tjera që me ndihmën e psikologut në bashkëpunim të ekipit multidisiplinar, logopedi është pjesë e atyne objektivave që nëse mendojmë në fundit një person me autizëm kur tritet me pas një jetë të pavarur, që gjithmonë kjo është qëllimi jonë.